Kushta se politika është vetëm për debate të rënda, akuza të panumërta dhe gjuhë të ashpër. E keni gabimin nderuar popull. Politika ka edhe shihet e saj të veçanta dhe fushata e 11 majit, duke se ka krijuar një histori dashurie që mund ta shohim shumë shpejt çdo të jinte live në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Po flasim për një marrëdhënie të ndërtuar mbi akuza dhe ironit, ku protagonistët kryesor janë socialistja Zexhine Çaushi dhe demokrati Gazmend Bardhi. Të dy personalitete që dashur apo pa dashur do të bëhen kryefjale e Kuvendit me historinë e dashurisë së krijuar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, më konkretisht gjatë fushatës. Dhe nuk është fjalë për një dashuri të ëmbël, por për një marrëdhënie të mbushur me akuza të Bardhit ndaj Zexhines dhe humor e dashuri të Zexhines ndaj Bardhit. Ky fundit është në listë të sigurt të kandidatëve për deputet në qarkun fier, teksa Zexhine Çaushi në listë të hapur ka arritur të marrë zemrat dhe votat e banorëve të Fierit. Akuzat e Bardhit nuk i kanë lënë asnjë mundësi tjetër Zexhines përveç se të bëjë humor dhe të bie në dashuri me të, jo dashuri pasionante, dashuri që siguron vota dhe krijon audiencë. Zexhine me një sharm të jashtëzakonshëm e ka kthyer çdo akuzë të Bardhit në një mundësi për t'i dhënë më shumë fam vetes, teksa pritet të ulet në karrigen e parlamentit si e preferuara e kryetarit të Partisë Socialiste, por jo vetëm, edhe të banorëve të Fierit. Zexhine nuk nguroi të shfrytëzoj çdo mundësi për të thumbuar Bardhin me një dozë të papar ironie. Gazo, po të presim, ku je ti që thua se nuk e asgjë të re? Po mbyllë syt dhe shiko, salla është plotë për plot me njerëz nga çdo brez, një goditje e pasur për të gjithë përpjekjet e Bardhit. Por jo vetëm, Zexhineja ka treguar edhe dashurinë ndaj Bardhit dhe anasjelltas, dashurinë e Bardhit që ka për të. Dhe pas gjithë këtyre provokimeve, një pyetje që duhet të shtrohet është: mund të shohim Zexhinen dhe Gazin së shpejti të ulen bashkë në Kuvendin e Shqipërisë si deputet, duke vijuar këtë histori dashurie ironike që tashmë kanë ngjallur shumë pasion në publik? Ata mund të jenë bashkë, por do të jetë një marrëdhënie politike që do të vijojë të sjellë më shumë humor se sa çdo debat i zakonshëm parlamentar. Gazo, kur të gjithë të mbyllën derën, shpifja është arma jote, ka thënë Zexhineja, dhe ky mund të jetë mesazhi kryesor i gjithë kësaj dashurie politike. Fushata nuk është e mbyllur ende, por ajo që është e sigurt është që historia e tyre do të vazhdojë dhe do të jetë një spektakël në Kuvendin e Shqipërisë. Po, mund të ketë një dashuri të veçantë mes Zexhines dhe Gazit, por ky nuk është një roman i ëmbël, është një histori politike që ka gjithëshijen e një komedie të fortë, dhe sipas mënyrës se si shikojmë, do të jetë një serial i vazhdueshëm me dy protagonistë që vazhdojnë të thumbojnë njëri tjetrin. Bëhuni gati nderuar popull, me Zexhinen nga ana e PS-s dhe Bardhin nga ana e Partisë Demokratike. Së shpejti, në Kuvendin e Shqipërisë premtohet një serial plot emocione, thumbime dhe shpërthime të paparashikuara emocionale. Kujdes, politika do të jetë më nxehtë se kurrë.